Dita të gjithëve, deklarata e bujshme e Vladimir Putin, luftë kundër satanizmit. Madje ai është shprehur se kjo është balloja e fundit, ose më mirë, danca e fundit që po bëjnë satanistët. Do t'ju them sepse ky është një lajm bomb dhe që të gjithë tani kanë filluar po dridhen sepse nuk po kuptojnë, kryesisht ata e dinë shumë mirë ata që janë në mes të kësaj historie, por kryesisht ata që nuk po e kuptojnë, mendoj se kjo është një luftë mes Rusisë ose më mirë brenda saj. Jo. Kjo është një luftë botërore dhe ndiqeni me kujdes. Si gjithmonë kush është rasisht dhe nuk e ka bërë, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Nuk e di e pat apo jo, por tani është përhapur një video virale me miliona klikime ku Putin thot në Occident ose si quhet në perëndim kryen rite satanike dhe tani kjo është balloja e fundit. Nuk ka më tani ballo. Nga tani e tutje luftë e hapur. U shpreh Putin. Çdo të thotë kjo. E para njerë që duhet të dini, para pak javësh, një regjizor i famshëm amerikan që ka fituar edhe çmimin Oscar, i quajtur Roger Avary, që është edhe ka qenë një screenplayer i madh, sepse ky ka shkruar edhe atë ose ka bërë filmin në screenplay Pulp Fiction, nëse mbani mend. Ndaj dhe thuhet që është bërë tani një pulp, sepse ai ishte i pari që bëri një gjë të tillë. Pra një zotëri kaq i madh që e cilësojnë si një jashtë ligjit, fuori legge, sepse ai kur nuk ka qëndruar në rregullat e Hollywoodit. Dhe dini se çfarë ka thënë ai në deklaratën e tij? Në Hollywood kryen rite për Molokun, për demonin Molok. Për ata që nuk e din, demoni Molok ishte ose është i shkruar edhe në Bibël, që është demoni ku flijojnë fëmijët për të. Ose ai kujt i shfaqet, kërkon që të flijojnë më të miturit. Pra, Roger deklaron haptazi që në Hollywood kryen rite të tilla. Dhe tani, për ata që nuk e kanë kuptuar, të gjitha këto fajlet që po dalin, ja hedhin fajin kryesisht Donald Trumpit apo të tjerëve ku ta di unë apo të dashurës së tij etj. Por nuk është pse dolën tani fajlet dhe tjetra, pse insistohet me Epstein. Nuk e di e keni kuptuar apo jo, pikërisht pra sepse duan që të rrëzojnë elitarët, ata që merren meritet satanike. Dhe Putin po lufton jo vetëm brenda për brenda Rusis, por edhe jashtë Rusis. Shiko, ky është një lajm madhështor dhe do t'ju them se përse. Duhet të dini për ata që nuk e kanë iden fare, që bota mendohet që udhëzohet ose udhëhiqet nga një grup njerëzish, janë shumë pak. Janë vërtet pak. Thuhet që janë 1 maksimumi 2%, që në të vërtet janë 100 familje gjithsej. 100 familje gjithsej. Janë ata që krijuan paran, valutën. Nuk e di e kuptuat apo jo. Për ata që nuk e din, pjesa dërmuese e të ardhurave financiare lëvrojnë në bazë të disa sistemeve që janë të atyre. Për shembull, mos t'ju them shumë, por shikoni të kujt janë kartat. Pjesa dërmuese e kartave, të kujt janë? Shikojeni pak. Po thoj 50% e kartave janë të dikujt. Pra ti lëviz me kartë, por lëvizjet që bën ti, përqindja u shkon atyre. Nuk e keni iden dhe mendohet që në vitin 1770 ose më mirë 1800 ata u vendosën në tavolinë dhe thanë nga sot ne do krijojmë sistemi bankar, do krijojmë qeverit tona që të bëjmë një kontroll total. Që nga viti 1770 deri sot ata vazhdojnë që të kontrollojnë. Kontrollojnë monedën, kontrollojnë politikën, kontrollojnë shtetet, kontrollojnë çdo gjë. Më thoni pak, a është e varur Shqipëria nga vetvetja apo është e varur nga dikush tjetër? A është e varur Kosova nga vetvetja apo nga dikush tjetër? A është e varur Italia nga vetvetja apo nga dikush tjetër?
Të gjitha këto pra, në qoftë se dikush njeh dhe ka informacione, e kupton shumë mirë që nuk varet asgjë nga shtetet, dhe kjo do të thotë që nuk varet nga politika e vendit, por varet nga dikush tjetër, nga një vend ose një lob i fshehtë, sepse është logjike. Dhe Rusia, pra Putin, për ata që nuk e din, nuk ka në Rusi nuk gjen një njeri në rrugë. Nuk gjen një njeri që të kërkoj lëmosh, sepse ka krijuar një sistem që të gjithë duhet të jenë pothuajse njësoj. Normal që kush punon më shumë, kush ka ide të reja, kush ka biznese, bën para më shumë. Por i jep mundësinë që të bëhet kjo. Dhe tjetra, që është akoma më e rëndësishme, ai e ka, pra Putin, ka luftuar hapur që prej kohësh që për ata që nuk e din, lobet e mëdha kanë shkatëruar familjen, kanë shkatëruar fëmijët. Pra u japin fëmijëve në për shkolla mësime që të bëhen homoseksual. U japin të drejtë që të ndryshojnë gjini. Kurse në Rusi është ndaluar kategorikisht, bile në vitin 2023 u bë ligj që askush nuk mund të ndryshojë dot gjinin e tij. Emrin apo gjinin. Dhe që të ndryshojë emrin në femër po flas, apo femra në mashkull. E ndaluar. Pra nuk ka, sepse doli dhe ligji në 11 shkurt 2026 që në territorin e Rusisë ti nuk mund të praktikosh dot si quhen këto rite satanike. E ndaluar, jo vetëm e ndaluar rreptësisht, por dënohesh edhe me për tërë jetën burgim i përjetshëm. Pse bëhet kjo sipas jush? Sipas jush, ka të drejtë Vladimir Putin apo jo? Ju si thoni. Me një fjalë, ka të drejtë Vladimir Putin që thotë që ka një lob atje tej, apo flet dokra ai, që ka një lob që bëjnë rite me fëmijët, që han fëmijët, si thot edhe Roger Avary. Roger Avary është një nga regjisorët e famshëm dhe screenplay të famshëm hollywoodian, që ka qenë gjithmonë kundër Hollywoodit, por nuk besoj që ky zotëri të jetë i çmendur dhe thot pallavra, sepse vurare në disa intervista që ka folur haptazi, në fakt edhe hollywoodianët, me fjalë grupi Hollywoodit, nuk e do. Dhe ai i bën vet krijimtarit e filmave. Ka gjetur shok edhe miq i bën vet. Tani, si është e mundur që flitet që han fëmijë? Tregohet që edhe në ishullin e Epsteinit ishte kryesori, vendi kryesor ku aty i gjeni të gatshëm, sepse shkonin aty dhe bënin rritet e tyre duke ngrënë fëmijë, duke vrarë, duke bën ç'të mizori. Dhe doja të thosha me këtë, kush janë këta? Kush janë këta që bëjnë këto rite? Dhe tjetra, pse i bëjnë? Për hir të çfarë, të kujt? Për hir të këtij molokut, demonit, apo për hir të djallit? Dhe në qoftë se bëhet kështu, atëre ku është Zoti këtu? Ku fsheh? Dhe pse e mban larg, si mund quhet, dorën e tij, por ta vendos njëherë ti shfarosë që të gjithë? Pse? Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Shiko, ka shumë për të folur. Disa nga këto argumenta as nuk të vjen t'i thuash për shumë arsye. E para një që nuk t'i nxëgoja, dhe tjetra nuk mund të flasë shumë, sepse vazhdojnë që të drejtojnë tipa të tillë ose grupe të tilla. Dhe e din të gjithë dhe pjesa dërmuese heshtin. Janë shumë pak ata që flasin. Por dëshmia ose më mirë deklarata e bujshme e Vladimir Putinit që thot danca e tyre mori fund, ai ka deklaruar, jo vetëm publikisht, por ai thot që ka, me fjalë me sa e kuptuam nga intervista, nuk e di e pati intervistën apo jo, unë e dëgjova në italisht në një djalë rus që bën disa video, dhe sipas gjasave ai ka vendosur që jo vetëm në Rusi, por edhe rreth Rusisë, në shtetet e tjera, duke filluar edhe që nga Kina, ka dhënë alarmi që të gjithë brenda këtij viti duhet të shfarosen të gjitha këto rite, këto sekte. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni?
për këtë argument. Është i vërtet sipas jush, bëjnë rite apo jo? Hanë edhe vrasin fëmijë, po apo jo? Dhe këta pedot janë këta të grupit të Molokut apo jo? Pres komentet tuaja sepse këto janë gjëra që ndodhin përreth dhe ju e dini shumë mirë që fëmijë zhduken pothuajse çdo ditë, miliona fëmijë. Shumë prej tyre nuk gjenden. Bile edhe nga Shqipëria, nga Kosova, Maqedonia, Malzi ka patur raste dhe vazhdohet të ketë raste. Dhe është mirë që të jemi të informuar. Pres komentet tuaja dhe punë të mbarë sot.